fakt, duke qenë që janë netët e gjata, shumë të gjata të dimrit dhe të vitit, ëndrat kanë më shumë hapësirë për të bërë realitet. E para, e dyta, shpesh u them njerëzve që nëse piketojmë çfarë duam, minimalisht e gjejmë rrugën më kollaj për të arritur, por njëkohësisht kanalizojmë në mënyrë më produktive energjinë tonë. Dhe e treta më e rëndësishmja, duke qenë që Urani do të bëjë një kalim shumë të rëndësishëm dhe intensiv tek binjakët në fundin e prillit, do t'ishte mirë që t'i kanalizojmë vetë ku i duam ndryshimet ose ku i duam atë pjesën e sforcimit apo vështirësisë për të patur sukses. Pra, në një mënyrë apo në mënyrë tjetër bëjmë një autoprojektim të 2026-ës ku e duam mundin, për që ky mund të na shpërblehet, pra të mos jetë mund që të na vështirësoj, po të jetë një mundim që të na prodhoj. Kështu që do të ishte mirë në këto netët festive, më plus ndarjes me shumë dashuri të momenteve të bukura që mund të ndërtojnë vetë me familjet e tyre, përveç se mendimeve pozitive dhe energjisë pozitive, do të ishte mirë me veten të ndanin projektime të bukura. Dhe me hënën tek peshit që kemi sot, duket sikur është momenti perfekt. Dhe sonte dhe nesër paradite do të bëjë një hyrje mbi Neptunin që nuk ka momente më të bukura për të bërë ëndra të mëdhaja dhe nuk janë ëndra dimri në fakt, ëndra vere, janë ëndra dimri të cilat për ngjasat e dalin shpesh. Pra shumë shpesh na vinë siç e mendojmë. Konkretisht për shenjën e dashit. Nëse do të kenë mundësi dhe fuqi të ëndërrojnë, do të duhet të ëndërrojnë seriozisht dhe të punojnë në fort, të planifikojnë ndryshime në strukturat e punës së tyre. Çfarë mund të bëjnë për të ristartuar emrin e vet nga fillimi, për të ristartuar, për të zgjeruar pjesën e bazës ku do të prodhojnë dhe për iniciativa të reja.